Gjeneta Fetahu, ish banorja e Big Brother VIP Kosova, dhe një ndër sulmueset më të mëdha të gjestit ka reaguar pas spekulimeve mbi arsyen e hyrjes së saj në shtëpinë e VIP-ave. Ajo ka sqaruar se pranimi i sfidës së mosreagimit nuk ka lidhje me dëshirën për ribashkim me gjestin, duke përgënjeshtruar thashethemet dhe aludimet që lidhen me këtë çështje. Gjeneta theksoi se ka lënë pas ngjarjet e kaluara dhe është fokusuar në jetën e saj private, duke u shkëputur nga gjithçka që ka ndodhur në Big Brother. Në një deklaratë të plot, Gjeneta ka shtuar, cilin nga ata që pam në story ta besojmë? Për të gjithë ata që po spekulojnë mbi minutat e mia brenda shtëpisë së Big Brother VIP, dua ta sqaroj qëllimin e vërtet përse pranova të bëhem pjesë e sfidës së mosreagimit. Unë nuk u futa se më ka marrë malli për atë njeri, e aq më pak për ribashkim. Thjesht për të dëshmuar se njerëzit si ai nuk kanë guxim për t'i thënë gjërat në sy, por i japin prapa shpinës disa versione. Gjithçka bashkë është e kaluar. Në jetën time private kam bashduar e shkputur nga Bigu me të gjitha ndodhit e tij. Do ta kuptoni shumë shpejt. Gjeneta gjithashtu ka trajtuar sulmet e pandërprera që ka pasur ndaj gjestit gjatë periudhës që ka kaluar në Big Brother, por duke akuzuar gjestin për të gjithë ndodhit, duke treguar se ajo vetë ka qenë e detyruar të përballojë tensionet e krijuara, por nuk mund të vazhdojë pa kujtuar të kaluarën. Ajo theksoi se megjithatë, nuk e pranon që kjo të jetë një arsye për të vazhduar me aludimet dhe spekulimet që janë krijuar rreth marrëdhënies së saj me gjestin. Deklarata e Gjenetës ka ngritur shumë pyetje dhe spekulime rreth personit që ajo po flet dhe ngjarjeve që mund të zbardhen. Ky reagim duket të jep një paralajmërim për disa të vërteta që do të dalin në dritë, dhe Gjeneta ka lënë të kuptohet se Egli mund të ndihmojë në zbardhjen e disa detajeve të reja lidhur me këtë histori gjatë transmetimit të Big Brother Vepa Albania sonte. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!